Të nderuar miq të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm Komendi i Shkrimit të Shenjtë. Jemi datën 1 maj dhe Kishën Ortodokse në këtë datë na afron të lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve, nga kapitulli 9, vargu 1 deri në vargun 18. Siç edhe do dëgjojmë në këtë kapitull, ose më mirë themi në këtë pjesë të kapitullit 9, na flitet për kthimin e Saulit, nga një përndjekës në një dishepujll të Krishtit. Ndërkaq Sauli, duke shfryrë akoma kërcënime dhe kërdi kundër dishepujve të Zotit, shkoi te kryeprifti dhe kërkoi nga ai letra për sinagogat e Damaskut, me qëllim që po të gjendet ndonjë i tharë të udhës, burra gratë mund t'i sillte të lidhur në Jeruzalem. Por ndodhi që ndërsa po udhtonte dhe po i afroi Damaskut, befas rreth tij vetiu një dritë nga qielli. Dhe si u rrëzua për tokë, dëgjoi një zë që i thoshte: "Saul, Saul, pse më përndjek?" Dhe i tha: "Kush je Zot?" Dhe Zoti i tha: "Unë jam Jesui që ti e përndjek, është rënd për ty të godas me shkelma kundër gjembave." Atëherë ai, duke u dridhur i tëri dhe i trembur, tha: "Zot, ç'don ti të bëj unë?" Dhe Zoti tha: "Ço dhe hyr në qytet dhe do thuhet ç'duhet të bësh." Dhe njerëzit që udhtonin me të ndaluar të habitur, sepse dëgjonin tingullin e zërit, por nuk shikonin njeri. Pastaj Sauli çua nga toka, po kur i çeli syt nuk shinte asnjëri. Atëherë morën për dorë dhe çuan në Damask. Dhe mbeti 3 ditë pa parë as ëngri as piu. Në Damask ishte një dishepull me emrin Anania, të cilën Zoti i tha në vegim: "Anania." Dhe ai u përgjigj: "Ja ku jam, Zot." Dhe Zoti i tha: "Ço dhe shko në rrugën e quajtur e drejtë dhe kërko në shtëpinë e Judës një njeri nga Tarsi me emrin Saul, i cili po lutet." Ai ka parë në vegim një njeri me emrin Anania duke hyrë dhe duke vënë duart për t'ia kthyer dritën e syve. Atëherë Anania u përgjigj: "O Zot, nga shumë veta kam dëgjuar për këtë njeri se sa të këqija u ka bërë shenjtorëve tu në Jeruzalem. Dhe ai ka këtu një autorizim nga krerët e prifterinë për të burgoshur gjithë ata që thrasin emrin tënd." Por Zoti i tha: "Shko, sepse ai është vegla që un kam zgjidhur për të sjellë emrin tim përpara hebrejve, mbretërve dhe bijve të Izraelit, sepse un do t'i tregoj atij sa shumë i duhet të vuaj për emrin tim." Atëherë Anania shkoi dhe hyn në atë shtëpi dhe duke vënë duart tha: "Vëlla Saul, Zoti Jesu, që të shfaqet në rrugë për cilën ti po vije, më ka dërguar që të kesh përsëri dritën e syve dhe të mbushësh me frymën e shenjtë." Në këtë çast i ra nga syt disa si luspa dhe ai fitoi përsëri të parin, pastaj u ngrit dhe u pagëzua. Pra, kjo është pjesa që lexojmë sot nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 9, vargu 1 deri në vargun 18. Etrit e Kishës Ortodokse kanë komentuar shpesh këtë ngjarje si nga shembujt më të fuqishëm të pendimit të nxitur prej hirit hyjnor. Dhe për përforcimin që Krishti është i gjallë dhe ju shfaq jo vetëm apostujve, dishepujve 500-ve, siç na thuhet tek libri i Veprave të Apostujve, por ai u shfaq edhe Saulit, si të fundit, i cili ishte një përndjekës, por u bë pastaj një dishepull i Jesujt. Dhe sipas etërve të kishës, për shembull shon Joan Gojarti, kthimi i Saulit na tregon se askush nuk është përtej shpëtimit, edhe ata të cilët janë armiq me dashje dhe pa dashje ndaj udhës së krishterë. Ai, pra, shën Joan Gojarti thekson se Sauli nuk përkërkonte të vërtetën në atë moment, por Perëndia e ndërpreu rrugën e tij me anë të shfaqjes së tij të drejtë për drejtë. Kjo tregon se shpëtimi fillon nga iniciativa e Perëndisë, jo nga meritat e njeriut. Pra, të dashur të krishterë, nuk jemi ne që e kërkojmë Zotin, por Zoti që na kërkon ne. Ashtu siç kërkoi edhe njeriu në parë Adamin, kur ai mëkatoi, siç na thuhet edhe te libri i Zanafillës, Zoti kërkonte Adamin në Eden dhe i thoshte: "Adam, ku je?" Të njëjtën gjë bën Zoti me çdo njeri që vjen në këtë botë. Madje ai thotë: "Unë jam drita e botës që ndriçoj çdo njeri që vjen në këtë jetë." Çdo njeri që vjen në këtë jetë ka mundësi me dritën mendore të Krishtit, ai ta njohë Krishtin dhe ta besoj ose ta moj. Kjo pasaj është në lirin e njeriut. Kështu edhe Zoti i shfaqet Saulit, i cili ishte një zelot, ishte një farise, ai mendonte se po shërbente drejt, pra kishte një zel të zjarrt, por anti-Krisht, por përsëri Perëndia nuk e zbe këtë zjarr të nxehtë zelotie tek Sauli, por e kthen atë nga e vërteta, nga vetja e tij. Pra, tek Krishti i ngjallur. Dhe vazhdojmë edhe komentojmë për të tjera vargje, shikojmë që një dritë hyjnore u zbulua Saulit dhe ai
nga kjo dritë dëgjoj zërin e Zotit. Edrit si Shën Gregor Pallamaj, të cilët kanë folur edhe për dritën e pakrijuar të Perëndis ose për energjitë e pakrijuar të Perëndis, na thonë se kjo dritë që i u shfaq Saulit ishte energjia e pakrijuar e Perëndis. Ajo nuk është thjesht një dritë fizike, si drita e diellit, prandaj kur doli kjo dritë, dielli në një farë mënyre e humbi shkëlqimin e vet, sepse është një dritë jo fizike dhe e kalon atë fiziken, por kur Sauli e pak të dritë, ai u ndriçua mëndërisht dhe pranoi Isu Krishtin si Zotin dhe shpëtimtarin. Prandaj kjo dritë është drita që ndriçon çdo njeri që vjen në këtë botë, siç thamë më përpara, dhe është zbulesa e pranisë hyjnore për pastrimin nga verbëria. Kur flasim nga verbëria, jo verbëria thjesht fizike, por verbëria e mendimeve të gabuara, ateiste, ose të besimeve të rreme të shpikura nga njerëzit, ose të shtrembruar nga frymërat demoniake. Kjo dritë është e domosdoshme, se pak të ndriçim asnjë njeri nuk mund të besojë drejt në Perëndin triadik, por dhe në Isu Krishtin si Zot dhe njeri dhe shpëtimtar. Dhe përsëri, shikoni çfarë i thotë Zoti Jezu Krisht nga drita Saulit, i cili ra për tokë dhe ishte i trembur deri në vdekje. I thotë, përse më përdjek? Shën Agustini e interpreton këto fjalë të Krishtit se ka një rëndësi shumë të veçantë, sepse Krishti identifikohet me besimtarët. Sauli kishte marrë një letër, një urdhëres, si them, për të përndjekur të krishterët, jo kundër Krishtit, por kundër të krishterëve. Por shikoni se Krishti thot përse më përndjek. Pra, Krishti thot që ti përndjek krishterët, por përndjek dhe mua, se unë dhe të krishterët jemi një, unë dhe kisha jemi një. Prandaj, ai që përndjek një të krishterë ose ai që përndjek kishën e Krishtit, ai ka përndjekur vetë Zotin, pra është në gjyq me Zotin ashtu siç ishte edhe Sauli. Por, meqense Sauli këtë e bënte në mënyrë të pavetdijshme, pra ai nuk dinte se çfarë bënte, atëherë lutja që tha Krishti në kryq, fali oase nuk di çka bën, është ajo lutje që fali edhe Saulin dhe Zoti i shfaqet dhe jep një mundësi Saulit për të kuptuar se ai është duke përndjekur vetë Zotin. Patjetër që duke përndjekur Zotin nuk do humbi se Zoti, po do humbi se Sauli. Kjo është arsyeja që Krishti i thotë, nuk është mirë për ty që ti biesh me këmbët e tua të zbatura, gjëmbave ose gozhdave, më themi, pra do dëmtosh veten tënde. Prandaj gjithmonë duhet kemi parasysh kujdes me kishën, kujdes me të krishterët, sepse është direkt një përndjekje ndaj Zotit dhe është një të hapësh gjyq me Zotin, dhe mirë ai që bie në duart e Zotit. Dhe shikojnë që Sauli u verbua. Pra, nga shkëlqimi i kësaj dritës, si dëgjojmë, Sauli u verbua, ai nuk shikonte për 3 ditë. Por jo vetëm u verbua, por ai ra në një pendes të thellë, as ëngri, as piu. Edrit e kishës na i tregojnë këtë si një lloj vdekje. Pra, Sauli kuptoi se ishte i vdekur shpirtërisht. Pra, ai ishte duke ecur si i verbër në një rrugë pa krye kundër vetë Zotit, dhe për këtë ishte në dëm të shpirtit dhe të jetës së tij. Shën Efrem Siriani e likte me një proces dhe të pastrimit dhe pendimit, pra një rilindje shpirtërore. Kështu që kur ne njohim Zotin dhe duke njohur Zotin ne shikojmë gabimet tona si kundër Zotit, kundër të afërmit, kundër vetes, kundër krijesës, atëherë krijohet një reakcion që është reakcioni i pendesës. Ne kuptojmë se kemi gabuar. Dhe patjetër ne duhet vim në pendim. Dhe ky pendim është një dhërim i shpirtit, nuk është një sikur s'ka ndodhur asgjë. Prandaj edhe gjithmonë përpara se të shkojmë në një bashkim misteror me Krishtin, duhet të pendohemi për mëkatet tona dhe që kështu të hapim veten tonë drejt mëshirës së Perëndis. Kjo është arsyeja që dhe kisha ortodokse i ka dhënë rëndësi kreshmëve. Dhe gjithmonë, për shembull, edhe kreshmët e mëdha, kreshmët e Pashkës, ishin kreshmët që i bënin katikumenët. Katikumenët kreshmonin pra që të kalonin në pendes për mëkatet e tyre para se të bashkoheshin me Krishtin dhe të pagëzoheshin në ditën e Pashkës. Prandaj duhet patjetër që një katikumen i cili kërkon të bashkohet me Krishtin duhet të mbajë dhe një pendes dhe një lloj
kreshmimi që të jetë i bërë gati që të hapi zemrën dhe misteri i pagëzimit dhe i mirës të jetë i vlefshëm tek ai, ashtu si do ishte i vlefshëm edhe tek Sauli. Shikojmë që Zoti thërret Ananian. Anania ishte një dishepull, një episkop në Damask, dhe Shoqëria e Jeruzalemit thot që Anania u zgjoll nga Perëndia si një instrument i mëshirës së Zotit. Dhe sipas Shoqërisë pra të Jeruzalemit, na thuhet që Perëndia në Krishtin nuk veproi drejt për drejt me Saulin. Pra që ju shfaq dhe pastaj Sauli të kishte një lidhje të drejt për drejt me Krishtin, por shikoni ku e çon Saulin. Saulin e çon tek Kisha dhe Kishën e çon tek Sauli. Pra ishte Anania përfaqësuesi i Kishës apostolike që shkon te Sauli. Kështu që asnjëherë nuk kemi një marrëdhënie personale me Krishtin. Fatkeqësisht si thonë dhe disa heretik që besimi është personal, unë kam nevojë për institucionin, nuk kam nevojë për misteret, nuk kam nevojë për Kishën, pra unë boll që besoj dhe jam i shpëtuar, aleluja. Jo, kjo nuk është e vërtet, sepse Sauli ishte një i thirrur nga Zoti drejt për drejt për të bërë apostull i kombeve, por Sauli ju nështrua Kishës dhe shkoi i urdhëruar dishepulli Anania, që ishte një prift, ishte një episkop, dhe shkoi për të kryer misterin e pagëzimit te Sauli. Pra, pa misterin e pagëzimit, Sauli nuk mund të kishte bashkim me Krishtin dhe nuk mund të kryente funksionin si i thirrur dhe i zgjedhur nga Perëndia për të qenë apostulli i kombeve. Ashtu siç na thuhet, kur Anania refuzoi për të vajtur te Sauli, sepse ai kishte marrë një famë të keqe si përndjekës i udhës së krishterë, Zoti thotë që ai është një vegël e zgjedhur për mua. Etër theksojnë se zgjedhja e Saulit nuk është privilegj, por kosto, sepse Sauli do të vonte shumë për emrin e Zotit dhe si thotë atje dhe do t'i tregoj se sa shumë do vuaj për emrin tim. Shën Maksim Homologjeti e interpreton vuajtjen si pjesë e bashkimit me Krishtin. Pra, ai që thirret nga Krishti duhet të mbaj kryqin siç e mbajti edhe Krishti në këtë jetë. Pra, në qoftë se ne duhet shkojmë tek Krishti i lavdëruar ose të bashkojmë me Krishtin e lavdëruar, do të bashkojmë njëherë me Krishtin e kryqëzuar, pastaj me atë të lavdëruar. Pra nuk ka rrugë për në parajs pa kaluar nga rruga e kryqit. Edhe Sauli që më vonë do quhej Pavull do kalonte nga rruga e kryqit. Dhe kjo ishte arsyeja që thoshte më vonë që unë nuk do mburem me gjë tjetër veçse me kryqin e Zotit, ku bota është e kryqëzuar tek mua dhe unë tek bota. Pra ai e kishte kuptuar këtë mister që do kalonte nga procesi i vuajtjes dhe do mbante ose do plotësonte në trupin e tij vuajtjet e Krishtit. Shikojmë pastaj edhe pagëzimin që u bë Saulit, pra kur Anania vuri dorën mbi kokën e tij, atje ran disa luspa nga syt për të treguar se ai do largohet nga verbëria shpirtërore dhe u pagëzua, dhe kur u pagëzua atëre ai u bë njeri normal, hëngri, piu dhe më vonë, siç lexojmë te libri Veprat e Apostujve, filloi të dëshmojë për Krishtin. Pagëzimi nuk është thjesht një simbol, një ritual që nuk ka shumë rëndësi. Pagëzimi është domosdoshmëri. E tha Zoti, e urdhroi tek apostujt, shkoni gjithë botën dhe predikoni lajmin e mirë. Kush do besojë dhe do pagëzohet në emërtat e Birit Shpirtit Shenjtë do shpëtojë. Kush nuk beson nuk shpëton. Pra, pagëzimi është bashkim me Krishtin. E thashëm Pavli, sa u pagëzua me Krishtin u veshëm, aleluja. Po ashtu thot përsëri, u pagëzua me vdekjen e tij. Pra, vdesim në Krishtin që të jetojmë jetën e ngjallur të Krishtit. Ndryshe, ne nuk mund të bashkohemi me Krishtin. Kështu që kur Sauli i thirrur drejt për drejt nga Zoti, shkoi dhe ju nështrua misterit pagëzimit, të gjithë ata që thirren nga Zoti dhe duan të bëjnë pjesë e Kishës dhe të shpëtojnë në Krishtin, duhet patjetër të pagëzohen. Ndryshe, nuk mund të hyjnë brenda Kishës dhe nuk mund të kenë bashkim me Krishtin, që është kreu i Kishës dhe Kisha është trupi i tij. Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra me Krishtin, mendoj që edhe këtu ta mbyllim këtë takimin ton të përditshëm, për takuar në takimin e ardhshëm. Përshëndesim njëri tjetrin përsëri me përshëndetjen e paskale. Krishti u ngjall.